after comparing the two business plans, we come to the conclusion that not only the human-made business plan. Ç'do të thotë kjo pjesëmarrje për Universitetin Ekrem Çabej, pra në këtë Winter School? Ta nis njerë me falenderim për interesimin nga na juaj. Unë jam shumë e lumtur në radhë parë që jap përcjell këtë njoftim për universitetin, për pjesë me që është një njoftim, është një ngjarje shumë e rëndësishme. Mund të them që është një nga ngjarjet më të rëndësishme akademike të këtij viti të Universitetit Ekrem Çabej, ku 16 studentë, 5 pedagogë morën pjesë tek shkolla dimërore Aseku. Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm që tashmë inteligjenca artificiale po ndikon jetën tonë të përditshme në të gjitha mënyrat. Po ndikon mënyrën se si ne punojmë, mënyrën se si komunikojmë dhe ndërveprojmë me njëri tjetrin, mënyrën se si prodhojmë, mënyrën se si kurohemi, pra të gjitha aspektet e jetës tonë po indikon. Pjesëmarrja tek shkolla dimërore me fokus në inteligjencën artificiale dhe teknologjitë e reja digjitale bëri të mundur që pedagogët dhe studentët e këtij universiteti jo vetëm të informohen për ndryshimet më të fundit, por të jenë dhe pjesë aktive e këtyre ndryshimeve më të fundit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë lloj përvojash të themi përjetuan studentët gjatë kësaj jave? Atëherë kjo ishte një javë shumë dinamike, organizatorët kishin bërë një punë të shkëlqyer duke e ndarë të gjitha aktivitetet gjatë ditës në aktivitete akademike, sociale, por edhe aktivitete argëtuese. Java ishte shumë intensive dhe ishte konceptuar në mënyrë perfekte. Studentët morën pjesë në leksione nga profesorë që vinin nga universitete të huaja, të ndryshme, pra pedagogë të ndryshëm dhanë leksione të ndryshme, mbi fusha të ndryshme të aplikimit të inteligjencës artificiale. Studentët u angazhuan në diskutime gjatë tyre leksioneve, më tej ata u ndanë në grupe pune të cilat ishin ndërdisiplinore, pra nuk përfaqësonin një fushë studimi vetëm. Kishim studentë të fakultetit ekonomik, me studentë të infermierisë, të përzier me studentë të mësuesisë e kështu me radhë. Pra ishin grupe ndërdisiplinore dhe ndërkulturore. Një grup i vetëm kishte studentë që vinin nga Shqipëria, nga Ukraina, nga Polonia, nga Turqia, nga Kina, nga Greqia, kishim shumë shtete pjesëmarrëse dhe grupet ishin ndërdisiplinore, sikurse thash, dhe ndërkulturore. Në përfundim, prej studentëve pritej që të zbatonin gjitha dijet që kishin marrë gjatë leksioneve, të përgatisnin një projekt novator, le të themi, dhe ta prezantonin në ditën e fundit, për të cilën sigurisht ata u certifikuan, morën certifikatën dhe ishin pjesë e ceremonisë finale. Edhe më tej, përveç aktivitetit akademik, sigurisht që organizatorët kishin bërë një punë shumë të mirë për të inkorporuar tek agjenda dhe aktivitete sociale, kulturore dhe argëtuese. Një prej netëve ishte nata e lojës, ku ishin organizuar shumë lojra, përsëri me grupe nga të gjithë universitetet. Një ditë tjetër ishte organizuar në formën e ekskursioni, duke na treguar gjithë zonën përreth dhe karakteristikat e rajonit. Të gjitha ditët kishin aktivitete sportive, ku studentët merrin pjesë sipas dëshirës, dikush në volejboll, dikush në tenis, dikush në futboll e kështu me radhë. Sipas mendimit tuaj, si ndihmoi kjo pjesëmarrje në formimin akademik, por edhe personal të këtyre të rinjve, pra të studentëve tanë? Sa i takon formimit akademik, studentët morën dije mbi të rejat e fundit, mbi teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Sigurisht kjo ishte një gjë përtej kapaciteteve të universitetit tonë, ishte e pamundur që ne t'ja përcjellim këto dije. Pra u formuan në këtë aspekt, u formuan mbi aplikimet dhe mënyrën se si këto mjetet të inteligjencës artificiale mund të lehtësojnë jetën e tyre të përditshme apo aspektet të caktuara, por në aspektin personal sigurisht që u bën pjesë e rrjeteve shumë të gjera sociale, ata shkëmbyen kontaktet dhe krijuan miqësi të reja me të rinj bashkëmoshatar të tyre përtej rajonit dhe përtej jetës së tyre të përditshme. Për kë shkojnë falënderimet, të themi, për këtë pjesëmarrje apo aktivitet ndryshe të Universitetit Gjirokas? Po, një falenderim shumë të veçantë kam për shoqatën e universiteteve të Evropës Jullindore, pra për Asekun, e cila organizoi të gjithë këtë event dhe na pranoi ne si pjesëmarrës në këtë event, por gjithashtu një falenderim shumë të veçantë kam për universitetin, i cili jo vetëm e mbështeti pjesëmarrjen e pedagogëve dhe studentëve, por edhe financoi pjesëmarrjen tonë në këtë aktivitet.
Eventi i radhës nga Seku do të mbahet në Armeni. Do të jetë Universiteti Shtetëror i Ekonomisë në Gymri, që do të organizojë konferencën e 14 ndërkombëtare të rinisë dhe shkollën verore 2025 me temën Ekonomia e re, inovatorët që formësojnë të ardhmen. Thirrja për aplikime është hapur dhe padyshim që një tjetër eksperiencë e bukur i pret edhe studentët e Universitetit të Gjirokastrës për një javë gjatë muajit korrik.